Vazhdojmë me pikën që më parashuar një motër e jona, cila kam një halë, po të kështu. Kam derin t'ju përshëndes, por desha të merr një mendim nga ju. Jam e martuar, kam 24 vjet, kam bërë shumë gabime në jetë, jam penduar për ato. Pa ta qenë fejuar për 3 vite më parë, por më të fejuari nuk shkoni mirë, më maltretonte çdo ditë dhe vendosa të ndahem të jap fund lidhjes 3 vjeçare. Edhe pse shumë e doja, besoj se dhe ai më donte, por alkooli e shkatronte atë. Pas ndaljes nga inati u fejova me tjetër, kam një burr të mrekullueshëm, i fal ai 5 vakt namaz, më shikon në sy, më do mua shumë, por unë nuk ja di vlerën ende. Nuk them se nuk e dua, burri im është i butë i mirë, mos të keq kuptohem, nuk mund ta dua si duhet një çift. Unë vazhdoj ta dua të fejuarin e parë, si të bëj që të haroj. Dhe problemi më i madh është se këtu dua e dua fen time, e dua mbulesën shumë, po frika që më ndal është se nuk jam e vendosur në gjërat që i bëj. Kam frikë se nëse mbulohem, do zbulohem prapë, sepse luksi i kësaj dunjaje nuk më lejon me ik syrit të gjërat e çela që janë haram dhe vishim shumë të çel. Si t'ja bëj, jam në hall me këto dy probleme. S'parjerë sa i përket domethënë darjes burrit tënd, ndoshta Allahu subhanahu wa taala ta ka dashur mirën që ti e largon nga ai, shkaku se alkooli është umul khabaith, nëna e këtyve të këqijave. Alkooli bën probleme dhe sjell dëme të mëdha në familje dhe në vetë në personin dhe në familjen e tij. Ne kemi pas shumë raste se ai i cili është i dehur dhe vazhdimisht është i dehur bën probleme të mëdha, ndodh errafja, ndodh maltretimet brutale, ndodhin domethënë telashet dhe probleme në familje. Jo ashtu të edukuar në Islam, ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra s'pari herë ti, alhamdulillah që Allahu azza wa jall ka larguar mas pari pjati i burrit, se ti vetë po thu sa i ka maltretuar dhe të ka ofendu dhe ka qenë shkak se ai ka pirë dhe shumë e ka konsumu alkoholin. Pra kur Allahu subhanahu wa taala ta ka mësuar që të largohesh dhe je martuar me një burr i cili burr e fal 5 kohë namazin, që shumë pak ka raste që Allahu subhanahu wa taala ja mundson ta ketë një burr mrekullueshëm, ashtu siç po thot ti, që e fal namazin, që kujdeset për ti sa e sa prej grave që nuk kujdesen, që i lën domethënë pa gjërat elementare në shtëpi, bile edhe i maltreton fëmijët, bile nuk ju çon edhe ushqimin që e ka për obligim që t'ia usell fëmijëve në shtëpi. Pra ti më së pari dush me falendëru Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jalla ta ka mundsu me marr një burr të mirë. E dyta që e largun nga ai se feja jote është feja e shokit tan, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ermel ala dini khalili, feja jote është në fejen e shokut tan, faltanzur man tukhalilu, shikoj se kanë merr për shok. Për shkak se feja jote është feja e shokit tan. Ti nëse ndin me një alkoliçar do të bëhet alkoliçar. Nëse rri me njerëzit të cilën vjedhën do të bëhesh edhe ti vjedhës. Nëse rrin me rebele ki më bëhet ti rebel me të tjerë. Kjo është ajo që e shohim në jetën e përditshme që e kemi pa në vetë, për ata alhamdulillah e lutem Allahun subhanahu wa taala që martesa jote me këtë burrin do të të shtin ty që të udhëzohesh dhe të falësh namaz dhe të mbulohesh. Sa i përket mbulesës, ti nëse e don çelën, nëse e don dunjën, a mendon se një ditë do të dalësh para Allahut subhanahu wa taala? A mendon se një ditë do të vdesish dhe ata krimet do të hanë atë lëkurën tënde, do të hanë atë fytyrën tënde, atë trupin tënd, atë mishin tënd që ke dal? Sot je e re, nesër mplakësh. Nesër del para Allahu subhanahu wa taala, çdo kush që të shikon ka mëkatin e vet, mëkatin ti dhe mëkatin ai që të shikon ti. Pra çdo kush që e shikon trupin tënd, që ti bëhesh shkak për të provokim, bëhesh shkak për mashtrimin e njerëzve, e rinive, atëherë do të kesh mëkat tek Allahu subhanahu wa taala. Pra mbulohu se nuk e dimi vdekjen. Nuk e dim ato të vdesmi nëse la tedri nefsun madha taksibu ghadan, nuk e din shpirti, nuk e din njeriu se kur do të vdese, kur çka do të bëjë nesër, wala tedri nefsun bi ardhin temut, dhe nuk e din çka ti se cilën kokë me dek. Kullu nefsin dhaikatul maut, çdo shpirt do ta shijon vdekjen, pra ke kujdeset mos të zën vdekjen në kësaj mëkate, mos të zën vdekja duke qenë e shpëluar, mos të zën vdekja duke qenë pa namaz dhe duke menduar për dikant tjetër të cilin nuk e ki mahrem, për shkak se mjafton që ti mendimi jot për ta që të jetë zina, për shkak se ti nëse mendon që ta tradhtosh burrin, atëherë kjo është tradhtia e madhe të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur mëkat shumë i madh. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu femrës dhe gruas muslimane që ajo të jetë edukume dhe ta shtyn në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Men sale khamseha, kush i fal 5 kohë të namazit, wa sama shahraha, dhe agjeron agjerimin e saj, wa hafidhat farjaha, dhe erun organin e turpshëm, do të thonë nuk bën zina përpose që e ka të lejuar në kuror me burrin e vet. Wa hafidha malaha, dhe erun pasurinë e burrit të saj, wa ata'a zawjaha, dhe e respekton burrin e saj, kile laha udkhulil jannata min ay abwabin shi'ti, hinna në 8 dyert të xhenetit apo hinna në dyert të xhenetit të cilat derë ti don. Pra xheneti yt është në respektin e burrit, pra ajo që të vinë vezvetet është nga vezvetet e shejtanit, kërko prej Allahut subhanahu wa taala që të forcon dhe mos bësh dhe një gabim që ta losh këtë burrin, për shkak se nëse ja kthen shpinën udhëzimit Allahut, nëse ja kthen shpinën mirësive të Allahut subhanahu wa taala, që shumë gra që kahën, që kanë bet pa burra, që janë maltretuar nga burrat, që janë lënë nga burrat, shpresojnë në jetën e tyre, shpresojnë që ta kenë një burr sikur që e përshkruan ti, Allahu Teala e di më së miri.